Kryemadi reagon pas divorcit, kërkoi sërish voton për Ilir Metën për cilin do t'jepja jetën. Monika Kryemadi ka reaguar pas divorcit nga Ilir Meta ku përmes një postimi në rrjetet sociale shpreh vlerësimin e saj për ish bashkëshortin e saj dhe njëkohësisht babain e fëmijëve të saj. Dhe babain e fëmijëve të saj. Sa kaq, Kryemadi ka bërë thirrje për fushatën dhe zgjedhjet e 11 majit që qytetarët votojnë Ilir Metën në garën e tij për Tiranën. Të dashur miq, uroj që të më mirëkuptoni sot në këtë ditë, jo shumë të mirë për mua dhe familjen time. Mediat vrapuan sot për të zyrtarizuar divorcin tim me Ilir Metën, familjar që nga mamaja, vëllai, kushërinjt, miq dhe mikeshat e mia, për të gjithë ju që më keni ndenjur në të gjitha sfidat e mia dhe ju jam mirënjohëse për gjithçka. Sot do t'ju lutesha të mos ndikoheni nga ky lajm. Unë kërkoj prap me të njëjtin përkushtim dhe dashuri voton për babain e fëmijëve të mi për cilët unë do t'jepja jetën dhe jo më voton për Ilir Metajn. Sot, kudo që jeni në çdo rrugicë dhe cep të Tiranës, bashkohuni në hapjen e fushatës opozitës sepse ky regjim është aq i keq dhe i helmuar sa helmon çdo qeliz dhe familjen shqiptare.